Ja ku vim në Vila 24, jemi tani në këndin e të ftuareve, pasi është radha të juftojnë në një bisedë me të vërtet të këndshme për një nga eventet më të rëndësishëm, do të thoja unë, jo vetëm për shtetin shqiptar, jo vetëm për forcat e armatosura të Shqipërisë, por gjithashtu edhe për jetën kulturore të Tiranës. Bëhet fjalë për Festivalin e Formacioneve Muzikore Ushtarake, FFMU, të vendeve të NATO-s, për rajonin e Mesdheut, edicioni i parë. Ishte ky një ndër eventet më të rëndësishme në fakt të vendit i cili organizua në mbështetje të shumë institucioneve, ndërto e para dhe kryesore Ministria e Mbrojtjes. Prandaj dhe unë sot kam të ftuar në studion e Vilës 24 zonjën Mira Bregu, shefe e sektorit të rekreacionit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Dhe gjithashtu kam zotin Sokol Niziraj, nëndrejtor i përgjithshëm pikërisht të Qendrës së Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes. Përshëndetje zotin Sokol, mirë se erdhët. Kënaqësi për mua të kem në studio për të folur pikërisht për këtë festival me të vërtetë rëndësishëm që bëri bashkë bandat frymore, orkestrat e këtyre forcave të armatosura. Po, le të flasim pak për si nisi ky organizim, mbështetjen që mori dhe për krajin e institucioneve të ndryshme për realizimin e tij. Si nisi më mirë do ishte pyetja për këtë nga ndërtritore nga ana tjetër. Sepse ai është marrë direkt me këtë menaxhim organizim që ka qenë shumë i vështirë dhe është gjithmonë kur është e para ka ato problemet e veta. Faktikisht ideja është, ka 2-3 vjetë që kemi shpallë si ide këtë, dhe dërë zoti edhe e konkretizum të ashi nga data 2 deri me datën 7 qershor. Ne faktikisht kishim të ftuar dhe disa formacionet tjera nga vendet e rajonit, por për arsye të ndryshme që kishin aktivitetet e tyre në këto data, nuk arritën të marrin pjesë. Paraqiten. Ndërkohë ato cilat ishin pjesëmarrës? Cilat ishin pjesëmarrës ishin formacioni i Greqisë, Turqisë dhe i Kosovës. I cili ishte përshëndetës në mos? Përshëndetës, por edhe ishte dinjitos në përfaqësimin e tij. Ishte edicioni i parë dhe besoj që kishte një punë të madhe për ta realizuar, ashtu si çdo herë e parë që ka ato papritshmëritë e veta, ma mërë. Në vërtetën ishte një sipërmarrje çik me risk, por ja dolëm me shumë sukses. Ishte një event i cili zgjati disa ditë, ishte pothuajse një javë. Festivali ka këtë gjëra. Festivali gjithmonë do zgjasi të paktën 4 rutinën e vet ditore. Çdo trup përfaqësoi me trupën e vet orkestrale dhe profesioniste, se të gjitha ishin trupe profesioniste, dhe më falni që do thoya edhe këtë tjetrën që përfaqësojnë vendin e tyre, sepse dihet që bandat përfaqësojnë identitetin e çdo republike. Gjithmonë ka qenë ajo nisjet e tyre kanë qenë nga hymni i flamurit dhe pastaj kanë ardhur gjithmonë me pjesën e marshe, me patriotike, me pjesë të tjera deri te veprat klasike dhe pjesët pastaj muzikore që janë shkruar për vepra frymore. Kështu që kanë qenë trupa profesionistë që ndërtori i di shumë mirë se sa është lodhur për t'i sill deri këtu me shumë mundim dhe me kënaqësi. Faktikisht këtu ishte një ndërthurje që rrallë herë vetëm arti mund t'i bashkojnë këto. Bashkume në një event turqit me greket dhe me kosovarët. Në fakt diplomatikisht është goxha arritje. Arritje goxha, edhe kush ishte ma serioze dhe ma prekse ishte sepse të dy domethënë ishin në përfaqësimin e kolonelëve, në rangu kolonel, si turqit dhe grekët, dhe gjatë qëndrimit që ato hani me mëngjes, drekonin dhe fleshin bashkë në një bujtin, fakti është se ndarja ishte shumë emocionale, sepse sinqerisht ne pam lot në sytë e kolonelit turk dhe kolonelit grek që pjesëmarrësit. Po, që ishin pjesëmarrës dhe ndarja ishte ndoshta edhe për ata çik si emocionuese. Ndërkohë që ishte një festival i cili u përcoll edhe në media, por besoj që ka patur interes edhe më gjerë, Mira. Normale në gjërë, sidomos ke mediat, ke pjesa artistike, sidomos ke njerëzit që merren me artin, u pa me shumë interes dhe të shikojë sallat ishin plot, të tërë netët ishin sallat plot dhe me interes të madh. Pjesa artistike shifej dhe me atë syrin që të shohim që na kanë sill çarisie. Dhe të paktën do të thoja, ke pjesa 3 net ishin ke salla e qendrës sonë, tek qendra jone kulturore mediave dhe botimeve të mbrojtjes, kurse pjesa e orkestrës frymore të Republikës së Shqipërisë që
përfaqësoi nga forcat e armatosura që kishim ne, u bë salla akademisë së arteve. Dhe normalisht ishte informacion më i madh sepse ishte orkestra e madhe frymore. Kurse ato erdhën me formacione muzikore sepse nuk arri që të vini dot një orkestër e madhe. Po gjithsesi secila nga ato solli specifikën e vet në të paktën nga ana artistike. Unë po flas nga kjo pjesë. Ishte kjo disi në bazë të qëllimit pse u realizua në fakt ky festival? Gjithmonë festivalet kanë atë të përbashkët, sa herë që është ajo që tha dhe në drejtori një moment, kur lidhen shtetet me njëra tjetrën dhe kesh parasysh të forcat armatosura nuk është më mbrojtja e dheu që ka qenë dikur Ministria e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes nuk është më mbrojtje, por ka atë misionin e saj, misionin e paqes dhe pjesa civile. Pra ushtarakët kanë pjesën e bërjes njësh me pjesën civile. Dhe kjo pastaj sidomos kur futet edhe pjesën e elementit artistik, kjo bëhet edhe më e plotë dhe më e mirë. Dhe prandaj edhe një festival i mbledh të gjitha këto elemente dhe sidomos kur janë brenda rajonit Mesdheut dhe vendeve të NATO-s është më e mirë sepse njerëzit bëhesh njëri me njëri tjetrin dhe gjithmonë ofrohet dashuria dhe paqja. Kishte edhe një shkëmbim kulturash, besoj. Normale, dhe prandaj dhe po thoja këtë moment që secila sillte specifikën e vet. Për shembull, Greqia kishte atë pjesën e buzuqeve, se sado që kishte pjesën e marsheve dhe këtë prapë në elementin e vet ishin këto veglat të gëshërtuar gjithmonë ke pjesa artistike. Kurse pjesa e formacionit turk kishin sjellë një djalë që kishte një vokal shumë të bukur, që ai u mundua të sillte dhe pjesën e folkut të këngës popullore të përshtatur për orkestrën frymore dhe pjesën e muzikës let turke që ai domethënë e gëshëtuar shumë bukur si formë orkestral. Pastaj trupa jon ishte goxha dinjitoze sepse e kishte marrë shumë seriozisht do thoja dhe kishin futur nga veprat më të bukura të repertorit botëror dhe repertorit të autorëve shqiptar. Jemi përfaqësuar më së miri. Më së miri normale sepse ishte dhe orkestra, thash orkestra edhe më e madhe dhe në një sallë më të madhe dhe u përfaqësuan goxha dinjitoz dhe risia ishte dhe prurja nga një background i madh artistik në Europë, në orkestrat frymore si Motra ose orkestrat të tjera frymore apo orkestra të mëdhaja Artan Liçaj, që sollën njërisi në repertor dhe sollën larmin në repertor dhe u prit me shumë dinjitet. Dhe pastaj do thoya edhe pjesa tjetër e trupa e Kosovës që ti na gacmove një moment që ishte ftuar, por ishte shumë e veçantë, ishte shumë simpatike sepse kishte zgjedhur një repertor që kishte qejf ti dëgjoje dhe dirigenti unë nuk e mbaj mend termin në moment, kishte studiuar dhe kishte jetuar në Sloveni, shqiptar i Kosovës, po kishte jetuar atje dhe kishte një lloj risie në prurjen e gjërave, kishte sjellur pak gjëra të shkurtra, të vogla, por kishte futur dhe elementin e tunxhit brenda, nuk kishte bërë një lloj larmie që të paktën pjesa artistike njerëzve që njohin këtë gjini, këtë fush, e shijuan shumë. Ndërkohë që besoj që Altini, i cilin e kemi në studio dhe unë të falenderoj për prezencën sot, mund të na flasësh pak më shumë për gjithë këtë eksperiencë dhe rëndësinë e këtij festivali, por Altin Babameto, ashtu siç edhe Mira gjetri rastin të u prezantoj, komandant dhe dirigent i Orkestrës Frymore e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Okej, ju falenderoj për ftesën. Përsa i përket aktivitetit të datës 5 qershor, ishte një eksperiencë shumë e mirë me Orkestrën Frymore Kombëtare të Forcave të Armatosura. Që do të thotë, për mua ishte, le të themi, një koncert premier, pas një kthimi nga Italia me një mision një vjeçar pra një orkestre të NATO-s, edhe gjej një teren, do të thosha, të përshtatshëm për një ecuri shumë të mirë të këtij zhanri në Shqipëri. Le të themi, desha ta përmend pak që orkestrat frymore në Shqipëri, le të themi, si teren në rajonin të cilin ndodhe Mesdhe është pak i virgjër. Në ç'kuptim? Në kuptimin e bërjes të festivaleve, të tatuve, të organizimeve si kombëtare si ndërkombëtare. Momentalisht ndodhem në një stad shumë të mirë. Është një 4-5 vjeçar, do të thosha, i një fryme shumë të mirë brenda Ministrisë së Mbrojtjes, i një bumi, do të thosha, lukut që vetë Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura i japin për imazhin e FAS. Besoj që kjo edhe në vlerë të qendrës së kulturës. Pa diskutim, po qendra e kulturës ka pjesën e Luanit në të promovim. Do të thosha që kësaj radhe tregoi një piknisje shumë të mirë. Me fjalë, çfarë është ky festival 3 ditor? Që në gjykimin tim ishte një miniaturë e vogël e asaj çka sot bën Mesdheu. Me fjalë, neve pa diskutim vitin tjetër ose pas 2 vjetësh duhet ta zgjerojmë edhe më.
ka mundësi që në Të bëhet një përmasa edhe më të mëdha. Absolutisht. Me prurjet, absolutisht që programi, do të ketë një program të detyruar shqiptar, pjesë shqiptare, melodi shqiptare, këngë popullore shqiptare, të cilat orkestrat që vinë të ftuara ta kenë këtë luks për ta luajtur. E kupton, jo vetëm ne si Shqipëri, po dhe orkestrat e ftuara, grekët, turqit, italian. Po, mirë përmendi pak më parë që nuk ishin mundur të vinin me numrin e tyre të plot të gjithë orkestrës, për shkak edhe po le të themi ky ishte një start i mirë. Ky ishte një start i mirë, një rast i cili duhet falenderuar që filloi kjo gjë, se s'kishte. Alti, në fakt, vëmendja e të gjithëve shumë e madhe në momentin që flitet për një paradë të forcave, në momentin që do të ketë orkestra e forcave të armatosura atje, e cila do të japë një tjetër atmosferë dhe e gjitha kjo ndodh kaq rrallë për evente specifike. Po flasë për ato të cilat të bëhen masive për të gjithë popullatën. Kështu që mua me të vërtet do më pëlqente shumë që të tilla festivale edhe edicione t'i kishim më shpesh për të patur mundësinë që t'i shijojmë dhe ne, populli i thjesht që duam t'i shohim hera herë. Dua të falenderoj për këtë gjë, sepse ke hapur një spuntë të cilën unë jam shumë sensibël, në ç'kuptim. Do desha që brenda kësaj logjike të qendrës kulturore të media botime të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Orkestrës Frymore Kombëtare, aktivitetet të tilla nuk duhet të jetë iniciatore gjithmonë Ministria e Mbrojtjes, qoftë edhe Ministria e Kulturës, po dhe bashkitë të ndryshme brenda Republikës së Shqipërisë. Duhet të marrë iniciativa për organizimin e këtyre gjërave. Këto janë aktivitete kombëtare, në rastin konkret ishte ndërkombëtare, po duhet të ketë disa aktivitete të tilla kombëtare. Shqipëria ka resurse të tilla, ka orkestra frymore, pa diskutim. Dhe di pse, sepse këto janë formacione demokratike, këto janë formacione të cilat shkojnë te publiku. I kene për pjaca, i kene për sheshe, i kene për vende nga më të ndryshmet, një orkestër simfonike, me gjithë luksin që ka, finesën që ka, nuk mund ta marrësh violinçelin, violinën, violën, ta lozësh në një shesh sepse kushtet atmosferike janë të atilla që do absolutisht. Një orkestër frymore që tingëllimi i saj i kalon për masat e një orkestre simfonike është shumë herë më fine, është shumë herë më tingull i drejt për drejt, ka div, shumë i dashur, shumë praktik. Ajo fjala demokratike përmbledh të gjitha brenda dhe këto formacione janë shumë të mira për ta bërë këtë gjë. E qartë, ndërkohë që përveç se ishte një ndër eventet më të rëndësishme kulturore dhe ne disi e prekëm pak edhe mënyrën se si ishte ecuria e ditë pas dite e të gjithë organizimit, në fakt një pjesë edhe moment ndër më të rëndësishmit ishte pikërisht marrëdhënia këtyre shteteve me njëri tjetrin, ky sensibilizim që ishte në qëllim dhe në fokus të këtij eventi, apo jo zoti Sokol? Absolutisht që doli një diçka e paparashikuar, biles çfarë aty arritja ishte shumë e madhe. Gjatë performimit të këtyre orkestrave, gjatë komunikimit me njëri tjetrin, gjatë momenteve të vizitave që bëjshin jashtë të përbashkëta në takimet, ishte programuar dhe këto pothuajse aktualisht biles ato vazhdojnë dhe kanë hapur të gjithë faqet e Facebookut dhe klikojnë me njëri tjetrin dhe shohin kanë lidhur dhe misira brenda dhe jashtë, le të themi profesionit disi. Këtë kam festivalit gjithmonë një nga qëllimet thash me bashkimit të lidhjes së shteteve me njëra tjetrën dhe miqësia. Edhe kjo është realizuar më së miri në edicionin e parë, duke pritur edhe edicionet e tjera dhe shpresojmë që të jetë kështu. Më falon dhe këtë se nuk na doli asnjë moment, këtë do thoja ne gjithmonë si qendër kulturore dhe në Ministrinë e Mbrojtjes kemi gjithmonë shoqyr të paktën e artistët, shoqyr që kemi pasur ministër artist që na ka mbështetur në këto organizime që ne kemi pasur dëshirë, se dëshira ka të mëdha dhe ëndra ka çdo kush, po dëshira që ai është sensibilizuar me këto dëshira dhe ne ka mbështetur dhe bravo që na e ka dhënë okay, sepse është edhe një vlerë monetare për të bërë këto festivale që normale që kanë impenjimet të mëdha edhe impenjimet e tyre. Po, mira, do doja tani të ndaleshim pak në fakt tek të gjitha aktivitetet që realizojnë qendra juaj dhe tek ato të cilat do të jenë në pritshmëritë e ardhshme të kësaj qendre. Dgjoj mirë, të paktën sa herë që kemi qenë të ftuar në këtë studio, në mos unë dikush tjetër është marrë vesh që kjo qendër kulturore më vjen keq vetëm për këtë gjë, se është një qendër që ngelet brenda një publiku të përcaktuar. Jo të ngushtë, por publik që ngelet aty, nuk është në një media të madhe. Por ka kaq shumë aktivitet, të paktën brenda javës na ndodhi që kemi 2-3 aktivitete, ose brenda muajit janë mbi 4-5 aktivitete të ndryshme që fillon çdo gjë nga aja, çdo gjë iniciohet me një ide të re, me një projekt të ri dhe çdo gjë ka
Dhe kjo qendër kulturore duke pasur një staf artistësh, një staf njerëzish të kualifikuar, deri tek rangu akademikëve, deri ke dashamirësit e mëdhenj që kemi në drejtor të tillë, që sinqerisht ka një dashuri të madhe për pjesën artistike dhe gjithmonë na ka mbështetur, dhe thash deri lart dhe pjesa artistike ka qenë deri që nga pjesa e fëmijëve dhe deri ke pjesa e familjarëve të Në fakt ne bashk kemi prekur her pas here tjera. pikërisht pjesën e aktivitetet për fëmijë dhe rëndësinë e madhe që ju keni dhënë për krahjes dhe aktiviteteve të shumta të cilat i keni organizuar, por si do të vijoj kjo qendër, cilat do të jenë disi aktivitetet dhe projektet që janë konkretisht në tryez, do thoja unë. Si që tha dhe Mira më përpara, fati është sepse Zoti Mami vjen nga fusha e artit, pavarësisht se tash është ka kaluar startet e artit dhe të politikës dhe. Por fatmirësisht është sepse ky njeri foti këtë frymen e diçka që ishte e harruar në forcat armatosura. Domethënë, përveç se stërviqjes dhe ato rutinën e përditshme që mund të kishte jeta atyre, tashi është futur një frymë e re me qendër kulturore të mjedisave dhe botimet mbrojtjes, e cila përbëhet prej 4 drejtorish, ka drejtorinë e aktiviteteve, ka drejtorinë e sporteve, drejtoria e marrëdhënie me informacionin dhe publikun, është drejtoria botimeve, domethënë që të gjitha këto janë pothuajse në një staf prej 90 vetash. Dhe ne kemi arritur dhe tashin mund të startojmë në çdo event, domethënë sa do po fillojmë të arrijmë drejtori tjetër artistike, kulturore që kemi në Tiranë. Kemi bërë para 2 vjetësh, kemi bërë një koncert të trashëgimisë kulturore, domethënë që është absolutisht sot është kemi qenë prezent në fakt dhe kemi ndjekur në kudo, domethënë që ishte edhe një sipërmarrje shumë e madhe. Është orkestri, domethënë që orkestra frymore kombëtare ushtrisë ban ne kemi si detyrë që 2 aktivitete, koncertin e pranverës dhe koncertin e fund vitit, domethënë ne i menaxhojmë si qendër kulturore dhe të gjitha këto domethënë në një start të jashtëzakonshëm. Orkestra frymore, domethënë ka afro rreth vetes dirigjent siç ishte zoti Ermir Krantja që i ndroi domethënë edhe fytyrën e orkestrës frymore, sot me Tan Liçajn, me shumë dirigjentë të tjerë që mund vinë Halim Teqja që kanë dhe normalisht është mund t'i thush që kjo koncert orkestër frymore është e gatshme të japi koncert kudo, domethënë në gjitha eventet më të mëdha ndërkombëtare. Ka qenë gjithmonë dinjitose, por standardi gjithmonë rritet dita ditës më Akoma cilësia, standardi, çdo gjë dhe besoj që edhe ftesat nga shtetet e tjera për prezantime të ndryshme nuk mungojnë. Kanë qenë absolutisht, domethënë kanë pjesë në Amerikë, kanë marrë pjesë në disa shtete, domethënë që kanë Sloveni, Gjermani, gjitha ato shtete dhe akoma kanë ftesa që në të ardhmen do marrin pjesë. Por normalisht ne s'kemi vetëm si qendër kulturore, kemi, domethënë, siç e tha dhe Mira, ne mund të trajtojmë rreth 300 kalamaj, domethënë, në fundjavave ose më shumë, se mund të themi me plot gojë që jemi vetëm një qendër kulturore dhe rekreative që sot ka qyteti i Tiranës. Absolutisht aty vinë dhe kalamajt Ish familjarëve të ushtarakëve. Ish ushtarakëve, të policëve të rënë, policëve që janë detyrë, domethënë është e gëshëtuar kalamaj, domethënë që mund të jenë me prindër, domethënë me gjyshër e një për embesat të familjarëve të çdo gjë. Me breza të shkuar, le të themi, por kanë trashëguar. Dhe nuk i kemi thënë jo, dhe gjithë bara bien mbi specialistët, me gjithë ata që duhet që t'i përgatisin. Po se janë shumë fëmijë dhe është bërë kontingjenti sa më vjen edhe rritet. Dhe ne nuk kemi thënë jo asnjëherë se jemi të hapur dhe na vjen dhe keq, ti thua të bësh ndarje, edhe ishte një moment në fillim fare thoshëm jo vetëm fëmijë ushtarakësh, pastaj kur e pam që kishim kaq shumë prurje, nuk e thonë. Nëse jeni qendra e vetme, sigurisht që jeni e vetmja derë ku mund të trokitet. Po. Dhe normalisht që prurjet ato janë. Fatmirësisht ne jemi në fazën e rikonstruksionit të objektit tonë të ri. Që do jetë së shpejti dhe aty do ketë më shumë salla, do ketë më shumë domethënë salla për aktrim, për balet. Se vetë kushtet, sot do i kemi kushtet akoma më të mira. Do kemi edhe mbase do kemi edhe një stacion televiziv dhe radio televiziv, domethënë që mund të lidhemi direkt me forcat e ndryshme. Ato ëndrat që neve mirë. Jo, absolutisht kjo. Nëse besojmë ndoshta dhe bën realitet një ditë. Jo, çdo gjë që po ndërtohet që të shkojë drejt këtij standardi. Po hidhen hapat që duhen hapat e parë. Normalisht me çik pengesë kudo, por shpresojmë që brenda vitit neve të instalohemi në objektin e ri.
Njëkohësisht kemi drejtorinë e aktiviteteve sportive, e cila dhe ajo ka rreth vetës rreth 300 kalamaj, fëmijë ushtarakësh. Dhe ke trajnera të dëgjuar, dhe trajnera profesoraj që punojnë me shumë Kemi, impenjim. domethënë, ajo drejtohet nga zoti Murat Basha, që është edhe ai është edhe vetë sportist. Kemi Ramazan Zelia, Arben Sako, Dhe le të themi do Andi të Lundra, kemi janë emra të rinj të talenteve. absolutisht, besoj. domethënë kemi një ekip karate që merr pjesë në aktivitete ndërkombëtare. Kemi ekipin e basketbollit dhe të volejbollit të vajzave të çuna që marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare. Kemi ekip boksi. Të gjithë këto me kalamajt e ushtarakëve. Mirë, zote Sokol, nga i gjithë biseda, marrë një ngacmim shumë të madh në fakt për t'ju ftuar deri të tjera në studio për të folur për këto ekipe, për këtë mundësi që keni dhënë këtyre fëmijëve dhe për gjithë punën e madhe që bëhet në mënyrë që ata të kenë një jetë sa më të mirë, të shëndetshme dhe të ecin përpara në jetët e tyre. Unë më duhet t'ju falenderoj për kohën që gjetët për të qenë bashkë me ne në studion. Faleminderit zotë Sokol, Mira, faleminderit. Faleminderit dhe ju Altin. Besoj që do të jemi në të tjera raste bashkë për ndarë të tjera momente me Mishtan në Vila 24. Mirë, le të ndahemi këtu bashkë, ju ndërkohë mos u largoni, pasi ne do të vijojmë të jemi në News 24.